edhe ndaj partive aleate të koalicionit, që ky e ka marrë me ligj pjesën e Luanit, edhe këtë nuk e në realitet ky Luanin e bën duke ngrënë të tjerët edhe vetveten, por jo duke mbrojtë interesin publik, dhe kjo është një problem shumë i madh. Prandaj unë shoh si jo në kohën e duhur, Partia Demokratike ka humbur 6 muaj kohë kot. As nuk ka reformuar veten e saj, as nuk e ka organizuar. Ka një heshtje, ka pritë që vjen nga qielli, që vjen nga SBA-ja, që vjen nga SPAK-u, por realisht nuk i ka bërë detyrat e veta. Pse? Ka një lodhje. Pa diskutim që unë shoh lidin e opozitës të lodhur, Sali Berishën. Nuk ka ai motivim. Nuk e ka realisht, do ta themi këtë, troc, shqip, qartë. Berisha është i kthjellët, nuk e di çfarë do të thuash tani për një lodhje. Lodhjen ma trego këtë, lodhjen në sytë, domethënë janë lodhur shqiptarët. Nuk ka motiv, nuk ka objektiv. Ai ka që qëndrojnë aty të jetë faktor. Ja kuptova. Pra të majnë shishin e qumshit në rrallë. Është rralla jonë, thot. Rralla është shishës qumshit. E venës atje kur të vinë rralla ti me shishin e qumshit, por problemi është se rralla ndoshta shishja e qumshit me aty gjithmonë në rrallë, duke prit. Se sa afrohet aty, thehet shishja, u vodhen zgjedhjet, u vodhen ato, fillon e qanë për shishen, pra kjo është një problem shumë i madh, moral, psikologjik, besimit, për faktin që leadershipi i Partisë Demokratike po humbte. Pra sot ato nuk arrin që të frymëzojnë as anëtarët e vet. Tani unë e kuptoj kështu këtë